Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, hiqni dorë urgjent, këto ushqime po ju rrisin tensionin. Në Amerikë pothuajse 1/3 të rritur po jeton me presionin e lartë të gjakut, prandaj tema e rekomandimeve dietike për presionin e lartë të gjakut po bëhet gjithnjë e më shumë popullore këto ditë. Çfarë shkakton presionin e lartë të gjakut? Zakonisht mos konsumimi i perimeve dhe frutave të mjaftueshme mund të rezultojë në një konsum të lartë të natriumit dhe konsumim të ulët të kaliumit, gjë e cila mund të kontribojë më pas në zhvillimin e presionit të lartë të gjakut. Pra, me presion të ulët të gjakut ju rekomandohet që të keni një dietë të ulët në natrium dhe yndyrë, duhet që ju të shmangni këto ushqime. Turshit janë super të ulta në kalori dhe në yndyrë dhe gjithashtu janë të larta edhe në vitaminën K, gjë e cila do të ndalojë gjakderdhjen e gjakut pas lëndimit. Kjo është e mrekullueshme, por ato janë të ngarkuara me natrium. Një bishtajore e mesme siguron më shumë se 570 mg natrium, që është më shumë se 1/3 e nevojave ditore të përditshme të rekomanduara. Pra, nëse jeni me presion të lartë të gjakut, kufizoni marrjen tuaj të turshive. Lakra turshi është me të vërtetë e pasur me disa përfitime shëndetësore, duke qenë se ajo përfshin edhe sigurimin e vitaminës C dhe K, hekuri dhe një sasi të mirë të fibrave, dhe gjithashtu ajo rrit sistemin tuaj imunitar. Por ju duhet që të kufizoni sasinë që hani ose zgjidhni ato të cilat janë të ulta në kalori dhe në natrium. Një lakër turshi ka më shumë se 460 mg natrium, 19% të konsumit tuaj ditor. Prosciuta nuk është vetëm e shijshme, por gjithashtu përmban edhe vitaminën B, vitaminën B1, B2, B3, B6 dhe B12, si edhe vitamina D, si edhe mineralet e hekurit dhe magnezit, të cilat nga ana tjetër janë thelbësore për një jetë sa më të shëndetshme. Por pse shumica e njerëzve ndihen të frikësuar për ta ngrënë? Me që është super e lartë në natrium, trifeta përmbajnë rreth 270 mg natrium dhe 4,5 gram yndyrë, prandaj është e mençur nga ana juaj të provoni prosciutën e gjelit të detit për konsum më të ulët të natriumit në vend të prosciutës normale. Qumshti. Kur jeni duke u përpjekur për të ndërtuar muskujt, qumshti i plotë është zgjedhja juaj më e mirë. Ajo siguron më shumë yndyrë se sa ju keni nevojë. Një filxhan me qumësht përmban 8 gram yndyrë dhe ndërsa ju jetoni me presion të lartë të gjakut, atëherë provoni të paktën qumshtin tuaj me 2% të yndyrës, pasi të gjitha llojet e qumshtit përmbajnë yndyror të ngopur dhe kjo mund të çojë në sëmundje të zemrës. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë shkatërrimtar për zemrën, trurin dhe njëkohësisht veshkat. Ekspertët e shëndetësisë thonë se tensioni i lartë i gjakut shkakton njëkohësisht komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrëve dhe po ashtu kjo mund të sjellë më pas probleme me shëndetin. Në qoftë se ju dëshironi të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, ekspertët e shëndetësisë këshillojnë që të përdoret kripa sa më pak, si edhe të kryhet sa më shumë aktivitet fizik. Cilat janë ushqimet të cilat e rrisin tensionin tuaj të gjakut? Mishi i kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por njëkohësisht ai përmban pak kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin dhe njëkohësisht prosciutat.
Picat e ngrira. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por një racion i kësaj pice përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë krip dhe substanca shtesë për ruajtjen e picës duke rritur rreziqet për tensionin e lartë. Salcat e paketuara të domates. Salcat e domateve përmbajnë 654 mg krip. Salcat e domateve me paketime qelqe ose metalike rrisnin tensionin e gjakut. Një racion me makarona dhe me salcë domate dhe mish përmban 1300 mg krip. Turshit e gatshme. Turshit e tjera përveç lakrës, si domate dhe njëkohësisht kastravecat, gjithashtu janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastraveca turshi përmban 1251 mg sodium. Njerëzit të cilët të vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut nuk duhet të hanë kurrësi turshi të tilla. Maksimumi ato duhet që të konsumojnë turshi të bëra vetë. Alkooli. Një sasi e vogël e alkoolit nuk shkakton dëme, por në qoftë se ju e teproni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin tuaj të gjakut. Alkooli njëkohësisht mund të ndërhyjë kundër medikamenteve të tensionit të gjakut dhe nga ana tjetër të ulë tensionin dhe efikasitetin e tyre. Ëmbëlsirat e paketuara. Ëmbëlsirat, biskotat me mbushje shumëngjyrëshe të cilat shiten në paketime të bukura janë të mbushura me sheqerna, yndyra të ngopura dhe kripra. Ushqime të tilla rrisin tensionin e gjakut, sheqerin në gjak dhe gjasat e mbipeshës. Këto janë ushqime të cilat e ulin tensionin e lartë. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë filloni dhe të përdorni këto produkte. Shega e pasur me antokianin. Lëngu i saj gjithashtu mund të reduktojë disa lloje të sëmundjeve të këqija, ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mund të përdoret si lëng apo kokrat e saj në sallatë, smoothie ose salsa. Avokado. I pasur me potasium, avokado po ashtu ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu, sipas një studimi të vitit 2023, konsumi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin i cili dëmton enët e gjakut. Panxari. I pasur me nitrate, lëngu i panxarit ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati që përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë mirë. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët. Të pasur me minerale dhe acid citrik, limonët dhe njëkohësisht lëngu i tyre, sipas studimeve ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë e pasur me flavonoidë ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet kanë treguar se marrja e flavonoidëve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët kur konsumohen në sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin antioksidantët të duhur trupit tuaj që lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit
konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.